Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. 4 ditë para se të përfundojë afati kushtetues për formimin e qeverisë së re nga mandatari i dytë për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje, s'ka sinjale për sigurimin e një shumice parlamentare në kuvend. Në PDK, LDK dhe AK janë të vendosur se nuk do të votojnë Glau Konjucën për kryeministër. Përderisa lëvizja vetëvendosje ende nuk ka bërë të ditur nëse i ka siguruar votat e nevojshme për formimin e qeverisë së re, ish opozita mbetet e palëkundur në qëndrimin e saj për të mos e votuar mandatarin e dytë të kësaj partie për kryeministër Glau Konjucën. Në LDK thonë se LVV-ja e di që si ka votat për formim të qeverisë së re, andaj do të shkojnë deri në ditën e fundit të afateve kushtetuese dhe më pas në seancë të jashtëzakonshme të bëjnë show para qytetarëve. Sipas deputetit Alban Zogaj, zgjidhja e vetme janë zgjedhjet e reja të parakohshme. Nuk ka vot për vetëvendosjen, LDK ka paraqit një zgjidhje të ngërçit politik, e cila zgjidhje u refuzu qysh në prill të këtij viti, dhe tani ne jemi të bindur dhe besojmë që zgjidhja e vetme është zgjedhjet e reja. Këtë kemi theksu edhe në takimet e përbashkëta tek presidentja dhe po e themi në vazhdimsi dhe me të gjithë. Pra, duhet shkojmë në zgjedhje sepse nuk ka shumicë politike në vend. Kurse sa i përket qasjes, ne nuk kemi pas ndonjë komunikim. Pra, mandatari i ri nuk ka pas as tendencë, as ndonjë qasje ndaj ose LDK-s në mënyrë institucionale, po as individualisht ndaj deputetëve të grupit tonë. Po ne presim që kjo punë do të shkojë deri në ditën e fundit të afatit, do të thirret seanca për krijimin e qeverisë, do të ketë një show politik dhe sipas mendimit tonë nuk ka vot. Nuk ka vot, sepse nuk ka të vijë ajo vot sipas deklaratave të gjithë partive politike. Në anën tjetër, në AAK thonë se eksponentë ndryshëm të LVV-s kanë tentuar të kërkojnë vota për Konjucën, por që kjo parti nuk do të ndryshojë qëndrim. Deputeti Lahi Ibrahimaj thotë se AAK-ja s'është e interesuar të votojë për një qeveri të LVV-s dhe se vetmja zgjidhje sipas tij për të dalë nga kriza politike janë zgjedhjet e reja. Nuk do të ketë vot për Glau Konjucën, edhe po ashtu vetëvendosja nuk është e interesuar në ndërtu qeveri, sepse që nga seanca parë kur ishte për zgjedhjen e kryeparlamentare se nominoi zëvendësin e Dimajl Bashës, Albulena Azhiv, e deri në ditën e sodit vetëvendosja nuk ka qenë, edhe kurti nuk kanë qenë të interesuar për të ndërtuar institucionet. Nuk mendoj dhe nuk besoj që do të ketë ndryshime, sepse të gjitha partitë kanë thonë edhe në takim me presidentin se vetmja zgjedhje për dalë nga kjo situatë do të ishin zgjedhjet të cilat do të bëhen ish dashur të bëhen sa më shpejt. Kështu që Aleanca edhe një herë nuk është interesuar me votu Glau Konjucën, nuk ka pas ndonjë kontakt, ndonjë bisedë, kanë provu individ të caktuar, anash deputet të caktuar me lobu ose me lyp një vot për Glau Konjucën, por si do që tjetë, Aleanca nuk ka vot për Glau Konjucën dhe vetmja zgjedhje me dalë nga ky ngërç do të ishin zgjedhjet parlamentare të jashtëzakonshme. Ditë më parë edhe kryetari në dorëheqje i PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se s'kan vot për Konjucën kryeministër, derisa është shprehur i bindur se ai do të dështojë të formojë qeverinë e re. Me tu mandatuar për kryeministër, Konjuca kishte kërkuar votën e partive ish opozitare, por siç ka thënë ai, pa pasur nevojë për koalicione qeverisëse. Edhe ndërnjos të çështjeve politike ka skepticizëm se deri më 19 nëntor mund të ketë formim të qeverisë re nga Konjuca. Sipas tyre, betonizimi i partive politike në qëndrimet e tyre rrit më shumë gjasat për zgjedhjet jashtëzakonshme se sa për formimin e ekzekutivit. Të mërkurën përfundon afati 15 ditor i mandatarit Konjuca për formimin e qeverisë së re dhe deri më tani ende nuk dihet nëse kjo çështje nisur për javësh do të ketë një epilog. Në Institutin Demokratik të Kosovës vlerësojnë se bazuar në qëndrimet e partive politike, gjasat më të mëdha janë për zgjedhjet e jashtëzakonshme sesa për formim të qeverisë së re.
Unë në fakt besoj që në këtë situatë në cilën jemi, ka pafundësisht më shumë gjasa që të kemi zgjedhje të reja se sa gjetje të një zgjidhje, për shkak se edhe vetë rezultatet e zgjedhjeve lokale që e kanë një ndikim në këtë aspekt, duket se vetëm i kanë betonuar edhe më shumë partitë politike në qëndrimet e tyre në njërën anë partitë ish opozitare që të mos hyjnë në koalicion, e në anën tjetër edhe vetë lëvizjen vendosje që ka konfirmuar që nuk janë të interesuar për koalicion, por thjesht për gjetjen e një zgjidhje të ndërmjet. Edhe politologu Albinot Maloku shprehet skeptik se Konjufsa do t'i siguroj votat për ta formuar qeverinë e re. Madje ai thotë se nuk sheh që rezultati i zgjedhjeve lokale të jap ndonjë efekt që Konjufsa të siguroj shumicën parlamentare në kuvend. Nuk ka asnjë isharet që na lën me besu se mund të ketë një votim të kësaj qeverie, qoftë edhe me arsye ndryshme, për arsye se nuk kemi të bëjmë me qeveri teknike, është prapë qeveri politike. Qeveria ku teknike ka një përmbajtje tjetër, një kuptim tjetër, dhe unë nuk e shoh që ky proces zgjedhor nivelli lokal mund të jap ndonjë efekt real sa i përket mundësisë ecjes përpara drejt suksesit që mund të pretendoj zotni Konjufsa si i mandatuar nga presidenti i vendit. Më 26 tetor, kryetari i LVV-s, njëherësh kryeministër në detyrë Albin Kurti, ka dështuar të formojë qeverinë e re pasi mori vetëm 56 vota të deputetëve nga 61 të nevojshme. LVV-ja më pas propozoi Glau Konjufcën për mandatar, i cili edhe u mandatua nga presidentja Osmani. Në KDI shpjegojnë procedurat në rast se as Konjufca nuk arrin ta formojë qeverinë. Nëse zoti Konjufca nuk do të arrijë që deri në mesnatën e datës 19 nëntor të siguroj të paktën 61 vota për, atëherë presidentja e vendit duhet që të nesërmën, pra më 20 nëntor, të nxjerrë dekret për shpërndarjen e kuvendit dhe që pastaj brenda një afati që mund të jetë maksimalisht 10 ditë të vendos për datën e re të zgjedhjeve që duhet bëhen jo më vonë se 40 ditë nga momenti i marrjes së vendimit nga ana e presidentës. Që i bie nëse do të konsumoheshin afatet në tërësinë e tyre, pra nëse presidenti ai konsumon 10 ditët e saj, atëherë i bie që vendimi për datën e zgjedhjeve do të merrej diku më zvoni deri më 30 nëntor, derisa afati 40 ditor pastaj përfshin datat nga 28 dhjetori e deri më në javën e parë të janarit. Kosova s'ka themeluar institucionet e reja edhe pas 9 muajsh nga zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura më nëntshkurt, si pasojë e mos funksionalizimit të plotë të kuvendit të Kosovës dhe formimit të qeverisë së re, por rrezikohet buxheti për vitin 2026. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve sot ka përfunduar numërimi votave nga diaspora me kusht dhe atyre me nevojat veçanta për balotazhin e zgjedhjeve lokale. Sipas KQZ-s, jo të gjitha pakot me flet votime që janë pranuar nga jashtë Kosovës kanë arritur që të kalojnë procesin e vlerësimit dhe verifikimit pasi mbi 3.000 janë refuzuar. Rreth 9.000 pako me flet votime nga jashtë Kosovës u numërua në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, por në këtë numër nuk janë përfshirë flet votimet e tërhequra nga kutitë postare në SBA, Kanada dhe Australi, që për shkak të largësisë ende nuk kanë arritur në Kosovë. Gjatë ditës së premte është përmbyllur procesi i vlerësimit të 12.018 pakove me flet votime që janë sjellur deri më tani në Kosovë. Për shkak të largësisë, ende nuk janë sjellur 519 pakot me flet votime nga kutitë postare në SBA, Kanadë dhe Australi, vlerësimi dhe numërimi të cilave do të bëhet këto në QNR pasi të arrijnë. Sipas Elezit, jo të gjitha pakot me flet votime që janë pranuar nga jashtë Kosovës kanë arritur që të kalojnë procesin e vlerësimit dhe verifikimit, pasi mbi 3.000 janë refuzuar. Nga procesi i vlerësimit të 12.018 pakove me flet votime që janë sjellur deri më tani në vendin tonë, janë aprovuar 8.932 prej tyre, ndërkaq që janë refuzuar 3.086. Arsyeja më e shprehur se pse janë refuzuar këto pako është se në 3.009 raste mungon dëftesa e regjistrimit, një dokument me të dhëna unike që votuesi i regjistruar e pranon nga KQZ.
Më 11 dhe 12 nëntor nga kutit postare të KQZ-s në 22 shtete të ndryshme të botës është bërë tërheqja e 13.084 pakove të supozuara me flet votime. Numri i shtetasve të regjistruar për të votuar përmes postës dhe që i takonin këtyre 18 komunave është 29.752. Të premten, KQZ-ja ka numëruar rreth 750 fletvotime nga votimi me kusht i mundësuar në vendvotime të veçanta dhe 1441 fletvotime nga votimi i personave me nevoja të veçanta i mundësuar jashtë vendvotimeve përmes ekipeve mobile. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është drejtuar me një letër kryetarit kuvendit Dimal Basha, duke kërkuar formimin urgjent Komisionit për Buxhet dhe Financa, pas alarmit ngritur nga sindikata e punëtorëve të RTK-s për mosmarrjen e pagave nga mbi 700 punonjës të transmetuesit publik. Osmani thekson se pengesa kryesore për pagesën e pagave është mungesa e këtij komisioni, i cili sipas ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2025 është organi vetëm që mund të marrë vendimin për alokimin dhe transferimin e mjeteve financiare në llogarinë e RTK-s. Pa funksionalizimin e tij, procedimi i mjeteve është bllokuar duke krijuar, siç e përshkruan presidentja, një situatë rënd sociale për qindra familje. Presidentja i ka bërë thirrje gjitha grupeve parlamentare që të gjejnë kompromisin e nevojshëm dhe të formojnë sa më shpejt komisionet e përhershme të kuvendit, duke konsideruar këtë çështje urgjente dhe të domosdoshme për garantimin e pagave të punëtorëve të RTK-s. Në letrën e saj, Osmani thekson se vonesat po rrezikojnë stabilitetin institucional dhe financiar të vendit dhe apelon që deputetët e legjislaturës së 9 të ndërmarrin hapat e nevojshëm për zhbllokimin e procesit. Kosova është bërë së fundmi antare e Komitetit Ekonomik dhe Social Europian, një hap që njohësit e integrimeve dhe komuniteti biznesit e shohin si mundësi strategjike për forcimin e rolit të vendit në dialogun socio-ekonomik europian dhe përgatitjen drejt integrimit në BE. Megjithatë, ata theksojnë se përfitimet varen nga avancimi i statusit të Kosovës dhe angazhimi real institucional. Hulumtuesja në grupin për studime juridike dhe politike Arbresha Logja vlerëson se antarësimi i Kosovës në Komitetin Ekonomik dhe Social Europian do të shërbejë si një hap fillestar në rrugën integruese të vendit për në BE. Kosova është bërë pjesë e nismës së Bashkimit Evropian për vendet anëtare ose aspiruese në kuadër të Komitetit Ekonomiko-Social të Bashkimit Evropian. Reformat në integrim evropian, qëndrueshmërinë, bashkëpunimin me shoqërinë civile, gjithashtu ka mundësi që të përgatitet dhe të ndërtojë dhe të rregullojë sa më mirë strukturat e saj në kuadër të dialogut ekonomiko-social, cilat janë edhe kritere që BE-ja u vë vendeve që janë aspiruese për të bërë anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe gjithashtu në një farë mënyrë përgatitet që të arrijë këto standarde në të ardhmen. Edhe drejtori ekzekutiv i dhomës së tregtisë dhe industrisë së Kosovës, Kushtrim Ahmeti, vlerëson se antarësimi në Komitetin Ekonomik dhe Social Europian do të ndikojë pozitivisht në përmirësimin e ambientit të biznesit në vend, i cili po kalon një periudhë shumë të vështirë, duke përmendur bllokimin e avancimit të vendit në aspektin politik e po ashtu edhe ekonomik. Konsideroj që përfiton Kosova, e cila është e bllokuar si në aspektin politik ashtu edhe në aspektin ekonomik. Si vend që aspirojmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, vendi ynë mund të marrë ndihmë për të qenë sa më të përgatitur në aspektin e politikave sociale dhe atyre ekonomike, sipas standardeve europiane. Kjo do të mundësonte që të fuqizojë angazhimi ynë si shoqat drejt përfshirjes sa më të madhe në dialogun social, i cili viteve të fundit ka munguar shumë. Gjithashtu presim që ky hap të ndikojë në përmirësimin e ambientit të bërit biznes, i cili po kalon një periudhë shumë të vështirë. Edhe njohësi i çështjeve ekonomike Besnik Avdia tha se tash tutje nga planifikimet buxhetore miliardçe të Komitetit Ekonomik dhe Social Europian mund të përfitojë edhe Kosova. Kosova në këtë komitet do të ketë një mundësi shumë të mirë të adresojë problematikat dhe sfidat e veta në zhvillimin ekonomik, në zhvillimin infrastrukturor, në zhvillimin social dhe në përgjithësi në zhvillimin e vendit tonë në ato
të themi shtyllat kyçe të zhvillimit shtetëror pra si vend. Roli i Kosovës edhe përfitimet lidhen më shumë me adresimin e këtyre çështjeve në mënyrë që këto çështje të përfshihen në programet direkte të financimit dhe mbështetjes nga ana e institucioneve evropiane. Nëse shohim buxhetin e planifikuar në vlera miliardëshe pra të këtij plani, kjo nënkupton që edhe në aspektin financiar investimet pritet të jenë gjigante, pjesët e cilave do të jetë edhe Kosova. Edhe drejtori Fondacionit Kosovar për Shoqërinë Civile, Dren Puka, tha se antarësimi i Kosovës në Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian është një moment i rëndësishëm për integrimin e Ballkanit Perëndimor në strukturat evropiane. Ky proces ka nisë në vitin 2023 përmes Këshillit Ekonomik Social, që një trup e Bashkimit Evropian e themeluar në vitin 1957, edhe në vitin 2023 është marrë ky vendim se Ballkani në përfshi. Megjithatë, në kohën kur vendimi për përfshirjet e Ballkanit apo vendeve kandidate për antarësim në BE është marrë, Kosova u patjon jashtë si i vetmi shtet si zakonisht që ndodh nëpër situata të tilla, dhe na nuk kemi mujt me qenë pjesë në vitin 2023. Në atë moment, menjëherë patëm reagu mbi këtë në atë kohë dhe tash e vlerësojmë si padrejtësi, ku përmes një kriteri formal Kosova u pat përjashtu prej mundësisë për të qenë anëtare e Komitetit Ekonomik Social. Në vitin maj të vitit 2024 kemi pas takime me udhëhec të Këshillit, fillimisht në Ljubljanë dhe më pas edhe takimet e tjera në Bruksel, ku jo formalisht na janë kumtuar edhe arsyet pse nuk jemi përfshi, që ndërlidhen kryesisht me arsye politike dhe mungesën e statusit tonë si vend kandidat për antarësim në BE. Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian synon që të ndihmojë që procesi politik bërjes dhe ai legjislativ të jenë më demokratik, më efektiv dhe të reflektojë vërtet nevojat e qytetarëve të Bashkimit Evropian. Rreth 8.600 qytetarë deri më tani janë vaksinuar kundër gripit sezonal në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Ndonse është vërejtur një rritje e lehtë e rasteve me simptoma gripi, situata aktualisht nuk është shqetësuese. Vjolca Zeqiri, drejtoresh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, duke folur për rëndësinë e vaksinimit kundër gripit, tha se tani është koha më e përshtatshme për të marrë vaksinën. Po, natyrisht është sezona e gripit edhe kemi numër pak më të shtuar të rasteve të personave cilët kanë me simptoma apo me shenja të gripit, por nuk kemi, për momentin ende nuk është ndonjë situatë shqetësuese. Deri më tani e kemi arrit numrin rreth 8.600 vaksina me vaksinë të gripit. Shumica janë të moshuar, 60 e përpjet, po kemi edhe grup mosha të tjera, po shumica janë të moshuar. Vaksina ende kemi, edhe pse, më së mirë do të duhet tash të vaksinoheshin të gjithë qytetarët, ata të cilët kanë indikacione për vaksinim. Megjithatë, vaksinimi vazhdon deri në muaj të tjerë edhe në mars, prill, maj. Mirë, po tash është sezona më e mirë kur duhet të vaksinoheshin për shkak se tash është sezona e ftoftë, e dimrit dhe gripi është më shumë i theksuar. Zeqiri vuri në pas se personat me sëmundje kronike, të moshuarit, gratë shtatzëna dhe fëmijët janë më të rrezikuarit nga gripi sezonal. Gripi shkaktohet nga 3 virus, realisht tipi A, B dhe C. Tipi A dhe B shkaktojnë forma më të rënda të sëmundjes dhe shkaktojnë simptoma cilat mund me qenë nga forma më të lehta deri në ato mesatare dhe më të rënda. Gripi shkakton kryesisht simptomat i atakon rrugët e sipërme respiratore duke shkaktuar si teshtitje, kollitje, ethe temperaturë. Edhe çdo kush mund të smurët nga gripi. Mirë po, disa persona që e përmendet ju, personat e moshuar mbi 65 vjeç, pastaj gratë shtatzëna, fëmijët, sidomos ata më të vegjël se 5 vjet, edhe sidomos ata më të vegjël se 2 vite, pastaj personat që vuajnë nga probleme shëndetësore si diabeti, sëmundje të veshkave, sëmundje të zemrës, me probleme të imunitetit, ata janë më të rrezikuar. Komplikimet që mundën me ardhur si pasojë e virusit të influencës janë duke filluar nga
pneumonia që është kërcënuese për jetën, pastaj inflamacionet e cipave të trurit, inflamacionet të cipave të zamrës, pastaj inflamacionet mioziti. Zeqiri ka bërë thirrje për kujdes dhe higjien personale, duke theksuar se virusi i influencës përhapet shumë lehtë përmes kontaktit të afërt. Larja sa më e shpeshtë të duarve me ujë të ngrohtë dhe sapun, ajrosja e dhomës, evitimi i kontaktit apo përshëndetjes duar me duar. Sa i përket antibiotikëve, dua ta përçoj një mesazh, duhet të ketë shumë kujdes sepse antibiotikët veprojnë vetëm në bakterie, nuk veprojnë tek infeksionet me virus. Prandaj duhet me pas shumë kujdes që pacientët tanë mos të shkojnë në laborator dhe të furnizohen apo të marrin vetë në kokën e veti përdorimin e antibiotikëve sepse shkaktojnë efekte anësore të dëshme. Doktoresha e QKMF-s Vjolca Zeqiri këshillon që përveç barnave të përshkruara nga mjeku të konsumohen lëngje, ushqim i pasur me pemë dhe perime dhe pushim, sidomos në 2-3 ditët e para kur është kulmi i simptomave të gripit. Nderuar shikues, mirupafshim në edicionin e radhës.